Santion? Cili zhanri i këngëve të pëlqen mas shumë të me këmuj muzikës? Që më pëlqen mu personalisht si artiste, rock edhe blues, unë nuk mund dhe me ndasë, unë gjithmonë kam të në rock edhe blues. Por që të vjen puna, adin duhet me abo qefin tanve, duhet me kënu pak me tupana, pak me defa. Po që muzika shqipa shumë e buka. Me tupana, që është një këngë bini, ju tupana, ha? A e din? Por zotin, edhe shto kemi nga kluma ne. Bravo. Me knajsi. A e ki nga i këngëtore ose këngëtore që të pëlqen shumë, që e ki si idol? Nuk mund thamë që kam një idol. Si model, adin që e ki si model, adin që i kështë, adin, edhe me mos me qenë shqiptare. A greke, a bugare, a rumune, a beson se duket nështë ta shumë pyetje klishe, po s'ma kishte vakush ma për para, dhe nuk është të është do të venaj mu mendu, qa mund të në gjajon ma tepër. Asune se kam në njështu, kam qef, Unë i në kuro mirë, gjajton. ketin në gjaj, po, si të është mirë. Unë kam i diçka që këngëtarin e mirë, unë kam qef me vlerësu, me ndigju, me supportu, edhe, adin, në makinë te me qesnijet, fillen me rap, maron me Rapsoda. Me rapsoda, me qatë dushti, qasë njët aty. Sepse kam qef që me zgjeru atë hapsinën te me muzikore që kam si artista. Cila ka qenë ajo konga, cilën kongë e ke këndu në Londër ato pa mikrofon? Atë mishte mi, shoshni, të gjithë dhe kejni ti, sa shumë e deshta. Te Uta Selimi, ja? Do më thëmë po. është shumë kongë e bukur. Nice. Hajde, Santion. Me kënua? Se që është të këtëve. Këthejmë pak edhe të Amerika, për du me pytë qa bën një dit Anisa në Amerikë. Një dit në Amerikë. Që shekala një dit në Amerikë. Dita jame fillan, edhe në Amerikë si në Shqipëri, fillan me i kafe turke me nanën teme. Ajo është, na thojmë the highlight of the day, dhe më thonë është pjesa e preferume e ditës teme. Se unë motrat nuk i kam atje, dhe më thonë njëne motër e kam lërgë, tërse tjetër e kam Shqipëri, edhe e kam mamin si shoqe, si motër, edhe qëto gjana tona që na nullin, i diskutojmë tonë ditën me kafe turke, është fix Albanian breakfast. është me gjesi shqiptarë. Edhe mund të marrë mamin, dalim shëtitje, nëse s'kam në i punë me kry këshu personale, mund të marrë mamin, dalim shëtitje, ajo ka qep me dalim Times Square, me shëtit me pa ata nërtesat. Ka shumë interesant, kam 7 vite që jetoj atje dhe sa herë që dal, më duket sikur jam të e pa për herë të parë. Bashkë qashtu e ka Manhattan, e ka një farë qësi. E ka vibe-in. Qashtu e ka. është shumë interesant. A dy thëmë, se për përqenë me loqe 25 vjetë që të vinë në së të po anikni. Si do mos hotelin kur të merë aty, as të vinë kera, as taksi, as këtë me dalë me hecë. Del kami këta në ofër. Që tash që ke storme, që në nëzuni dhe ushtyt të fluterimet, me sinoni do me thonë, veçonaj, kur kush s'kish dalë, as kështë as kera, as jo, bura dhe që të. Lezet, me dalë me hecë. Është shumë nice. Dalim, shëtisim, ikim në dyqan, na të dyja jina këshu, na në Shkodër thëmë maraklije teshash, maraklije fustanesh, e gjanë, është dalim, dyqan, shkojmë shpi, bajmi dark. Am kuptan, është dita thjesht. Unë, nëse si jam të punu, kam shumë qep, më pëlqen ajo, nuk mund të thamë vetmi, por qetësia jame. Më pëlqen qetësia jame, më pëlqen me ndaj me një rreth caktum njerëzit që e di se mdojnë edhe i du, edhe nuk më pëlqen me u... edhe pse dukem shumë friendly. Nuk është se s'jam me pasho shnushme. Je friendly kur jenë koncert, kur jenë mramje, je pozitive me ketë ata që në aty, po... Por atë kohën teme e maj shumë të qmushme.